Të diel në Lezhë u kremtua dita e Larit, e cila njofton ringjalljen e Jezu Krishtit. Dhjetra besimtarë u bashkuan ritualit fetar të bekimit të Larit në katedralen e Shën Nikollit, ndërsa procesioni u drejtua nga i peshqvi i dioqezës së Lezhës, Imzot Utavio Vitale. Teksa foli për simbolikën e dielës së Larit, i peshqvi i dioqezës së Lezhës, Imzot Utavio Vitale, tha se përballë një bote të trazuar nga luftrat, kjo është një ditë për të lutur për paqe. Edhe pse po përjetojmë në situata shumë e vështire, kjo vit pra është një vit e përshtatshme për të duruar paqe, për të lutur për paqen. Për paqen në zemrat tona, për paqen për çdo familje, për paqen në mbar botën. Prandaj, më shumë se sot, dhe në këtë javën e madhe, do ta lutim Zotin për paqen dhe për dashurinë. Simbolika të dielës së Larit për besimtarët katolik përkujton ditën kur Jezu Krishti hyri në Jeruzalem dhe shënon fillimin e Pashkës, e cila kulmon të shtunën në mesnatë me ringjalljen e më pas vijon me festimet të dielën me 5 prill.